Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka bërë një deklaratë se marrëdhëniet me udhëheqjen e përkohshme të Venezuelës po shkojnë mirë, mbas një bisede telefonike me presidenten në detyrë Delcy Rodriguez. Trump e cilësoi komunikimin si të gjatë dhe konstruktiv, duke vlerësuar bashkëpunimin në çështje të tilla si nafta, tregtia dhe siguria. Ky komunikim shënon një zhvillim diplomatik të rëndësishëm midis Washingtonit dhe Caracasit, në një kohë kur marrëdhëniet mes dy vendeve ishin tensionuar mbas operacionit ushtarak amerikan që çoi në arrestimin e ish-presidentit Nicolas Maduro dhe transferimin e tij në SBA për të përballur me akuza për trafik droge. Trump ka shprehur optimizëm se një partneritet i ri me Venezuelën mund të sjellë përfitime të ndërsjella në sektor kyç, ndërsa Rodriguez e përshkroi bisedën si produktive dhe miqësore. Megjithatë, sfidat mbeten, përfshirë nevojën për stabilitet politik dhe bashkëpunim më të gjerë në rajon. Qeveria amerikane po ndjek nga afër zhvillimet dhe zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara, përfshirë sekretarin e shtetit, janë angazhuar drejt për drejt në dialog me autoritetet venezueliane për të thelluar bashkëpunimin.